Jemi rikthyer në pjesën e dytë me miqta në trotuar, flasim pak për zhvillimet më të fundit gjatë kësaj jave në Big Brother VIP, edhe që nga prajmi i së martës, ato zhvillime që ne pam, i diskutojmë pak së bashku, megjithatë do doja të pyesja një herë Mimozën, sepse e di që nuk është se je shumë konsumatore e ekranit dhe televizorit, megjithatë kam idenë që nuk të ka shpëtuar në një koment online, apo dhe me online-in si ke mirë punët? Tani unë e di që ekziston Big Brother dhe kam qenë një herë edhe një javë ose dy interprete, si quhen këto? Opinioniste? Opinioniste, po. Më bukur interprete që nga. Dhe po aq ishte. Kam parë segmente të Big Brotherit Luisit. Po, dyshit. Po, ishte shumë determinues në atë mënyrën e vet. Por ende nuk jam kontaktuar me këtë të riun, do me thënë me këtë që keni bërë. Po Blet Mane tek Big Brother i dyshit është dukur më interesant aty brenda në Big apo këtu jashtë? Luizin e tha, ka parë Luizin. Si e bërë përshtypje ti, do me thënë? Ja, po s'njifeshim atëherë. Po mirë më të ka parë, po thotë që e ka ndjekur Big Brotherin atë. Jo, do me thonë vinë te këto highlightset. Vinë në telefon futen dhe ai kishte goxhan atë kohë, kishte fansa dhe dinte ta luante dhe kështu që ishte se do ishe bërë ndonjëherë pjesë në një formati si Big Brother, ç'mendim ke ti për një jetesë duke qenë i vëzhguar 24 orë në 24? Në fakt nuk duhet jetë edhe aq e thjeshtë që një herë është thjesht dhe i izoluar edhe i vëzhguar. Në faktën ishte njëra. Jo të dyja bashkë. Më pyet mua, se kam qenë aty. Po, e ke provuar në lëkurën tënde. Po tjetë për të pyetur, më pyet mua që kam të freskët ti. Po mirë, ne kemi qiku më shumë pa ti të freskët. Ti Korçar, ku ka fresk Korçari? Tash Big Brother është i vështirë, por shumë i bukur. Besoj se gjithmonë krijon veten tënde nga fillimi, bësh më i ri. Është një mikrobot e cila ka të gjitha ligjet që ka bota. Do ta kishe provuar ndonjëherë? E jashtme? Po të kisha nevojë se njeriu hyn për shans aty, për të marrë një shans. Për të marrë diçka mbrapsht, për të sfiduar vetes. Një probabilitet për të ecur, për të bërë një attachment, për të krijuar një botë, për të, domethënë, nuk shkon kot njeriu në Big Brother. Po, ka disa synime të qarta për se. Kam pas nevojën se nga pikpamja e shansit të hyke ke të privilegjuarit qoftë nga natyra, qoftë dhe nga shoqëria. Ashtu siç e mendoj unë, sepse po nëse do të ishte nevoja për ty, do ta shije veten, do ta sfidoje? Po do kërkoja ligjësitë e mia, të kisha të lajot e pikturës për shembull. Aty vetëm rregulla të tilla që nuk ekziston. Kisha macën në vete. Ajo do ishte perfekte fare pastaj. Po pse çaj prishte macja Big Brotherit me? Kam unë një maçot ta fusim. Të jetuarit pa të privilegjuar. Kam unë një maçot ta fusim aty, do ta fitonte Big Brother. Kërkon denuese ndërkohë. Ka akoma merak. Kërkon denuesa ai, kërkon denuesa. Jo, si kam të gërvishtura duart nga maçoku. Vetëm të flasim me radhë, lutem. Do doja për shkak kisha mundësi të dëgjoja muzikën që dua në çdo kohë që dua. Do me thënë jo. Kisha e pa kondicionuar brenda kondicioneve. Bëhet tash ajo do ishte ideale fare, do e kishe shumë lehtë të gjithë. Të porosisja preferuar. Porosit e fudish. Ushqime on top. Po. Që ofron këto benefitet e tjera, këto lezetet e që në kamera. Unë sinqerisht mendoj që Moza aty duke qenë edhe shpirt rebel, po edhe një femër. Jo, do ishte realisht personazh shumë interesant, po s'na jep kënaqësi që ta shohim, ky është gjithë problemi. Sepse njeriu i izoluar, e ke parasysh truri, mendja funksionon me një shpejtësi skëter të llaktashme dhe kreativiteti është i pa imagjinueshëm. Atje do të fantazosh veten tënde jashtë mureve të asaj shtëpie, do fantazosh si do ta fitosh të garë, ta vizualizosh, pra. Bleti se kemi pyetur, na ke bërë ca mungesa në trotuar, si të disha ti kthej përgjigje për këtë izolimin. Vetëm shumë lutem që të rikthehemi tek tema prap. Po temën shikojmë për izolimin, po flasim. Jo, duam kthehemi te Miri dhe Selina, po ai bën bisht Kastila. Izolimi i një Big Brotheri është një izolim kohor që ka një fillim dhe një fund që ti e di. Dhe nga kjo pikpamje pak mund të prodhoj fantazi të jashtëzakonshme.
fantazia prodhohet, të dalim çike edhe nga tema se është bukur. Atëre kur ti nuk e di sa zgjat ky temporalitet kjo kohë dhe të duket ndonjëherë dhe i përjetshëm, dhe pikërisht kjo e prodhon atë efektin pastaj që del mjalti i krijimit, me që këto javë fjala mjalt ka qarkulluar shumë dhe më pëlqen. Mjalt ka qenë edhe në rastin e një dyshe po e quaj kështu, pa vendosur një epitet tjetër, sikurse është Miri me Selinën. Marrëdhënia e tyre është komentuar shumë për ata që ndoshta e kanë ndjekur dhe mund na japi një opinion për zhvillimin më të fundit. Selina ka vendosur në fakt Krizarta që të largohet nga krevati ku ka qëndruar me Mirin për gjithë këto ditët që prej fillimit dhe deri tani. Si të është dukur ky raporti të dyve? Unë të them vetëm që Selina është një vajzë shumë e zgjuar dhe që e din çfarë kërkon dhe e din se çfarë bën në lojë. Mund të them që nga gjithë lojtarët aty ajo ka qëllimet më të qarta dhe ka strategjinë më të qartë. Mendoj që çfarë strategji është marrëdhënia e saj me Mirin konkretisht? Është strategji dhe ajo apo mendon që ka diçka reale në atë marrëdhënie? Reale. Varet, respekt mendoj që mund të ketë, po diçka tjetër romantike unë nuk shikoj në atë. Selinës krevatin ja kanë dhënë. Iliri është aty. Mediat janë aty. Ç'është strategji është? Mjafton ti bëj. Miri ka dalë. Miri. Jo, krevati nuk është obligim, Miri. Krevati i është dhënë krevati. I është dhënë Miri. Ju dha në fillim, pastaj projekcion. Miri, ju dha në fillim, sfida mbaroi ishte e lirë tikte, nuk. Po pra ju dha. Tash kur ta japin. Ishte e lirë pratikte siç ndruan të tjerë dhe ajo zgjodhi që të qëndrojë. E pra, nuk është ndonjë strategji kaq maramonse dhe kaq e zgjuar. Thjesht u përshtat me momentin, ju dhan të gjitha. Miri, nëse ti do ishe, ju dhan të gjitha. Do ishe ti sepse është diskutuar shumë ky raport për shkak se, okay, Selina është një vajzë e re, 23 vjeç, nga ana tjetër Miri ndoshta është ai personi që sa marrëdhënie ka që mund të lindë shoqë. Ka një bashkëshorte jashtë gjermane që Aldori ndoshta mund na jap një ide më të qartë se si gjykohet në mentalitetin gjerman me gjithë çfarë mendon me Big Brother. Një vajzë dhe ndoshta ai është më i kritikuar në këtë pikë. Duke qenë se po qëndron në një shtrat me Selinin dhe e kërkon që të rikthehet sërish. Vetëm ajo gjë që më vjen keq për Mirin është shumë Tiranë dhe duam atë të Tiranësve. Jo, pyetja ime është, nëse ti do të ishe në pozicionin e bashkëshortes së Mirit, si do komentoj? Ka lidhje ka. Tirana ka lidhje me Big Brother, më shumë se sa ke ti lidhje me Mozën. Nuk po flasim për tavën e dheut, as për Caracin. Kuptove çfarë të thash? Një spektakël që ka ardhur nga Hollanda. Atëre, martesa është martesë. Nuk e kuptoj çfarë do të thuash. Martesa është martesë. Ka martesa sipas konceptit shqiptar, ka akromartesë. Ai është shqiptar tash, sipas si do të vihesh ti në pozicionin e bashkëshortes së Mirit? Kjo ishte pyetja. Bashkëshortes së Mirit. Nëse do isha ti në do isha asnjëherë bashkëshortja e Mirit. Po e zëm, pra. E zëm. Atëherë natyrisht nuk do